Të afërm të 2 të rinjve të vrarë me armë zjarri në Milot mbrëmjen e djeshme, ku gjithashtu mbeti I plagosur kushëriri I tyre, deklarojnë se djemtë nuk kanë pasur konflikte. Në një intervistë për News 24, pak zhvokri kushëri I tyre, I tronditur nga kjo ngjarje shprehet se djemtë po ktheshin në banesë ndërsa janë qelluar me breshëri plumbash dhe kërkon zbardhjen e ngjarjes. Ne I njohim për çuna turp, çuna punëtor, shohin punën e vet, nuk merren me budalliqe. Janë familje shumë e lartë, ndash të dy palët, të dy familjet një pedaj. Nga se mendoni se mund të ketë ardhë kjo ngjarje? Ja, nuk di asnjë gjë. Nas dim se kanë pas konflikt me njëri. Vokri shpjegon se makina me të cilën udhëtonin djemtë mbrëmjen e atentatit ka qenë në pronësi të Klodian Drecës dhe bashkë me 3 djemtë ishin dhe 2 kushërin të tjerë. 2 kushërin kanë zbritur 50 metra para atentatit, ndërsa Klodian Dreca, Taulant Prendi dhe Aurel Prendri vëllezër me njëri tjetrin kanë vijuar rrugën. Ndërkohë Bardhok Jaku, kryeplak I planës, shprehet se të rinjt mund të mos kenë qenë objektiv I këtij atentati. Që të trenë banorët fshatit ton, janë çuna turp, të respektuar, djem punëtor, me çfarë dim ne, edhe gjithë fshati, as si problem, as si debat me kanë nuk e kanë pas. Mendojmë që kanë ra pre ndoshta për llogarit dikujt tjetër, por këto njihen si djem turp, punëtor, familje të mira. Policia ka shoqëruar ndërkaq 10 persona, të cilët mund të kenë ndjeni për ngjarjen. Të rinjt Klodian Dreca, 28 vjeç dhe Taulant Prendi, 27 vjeç, mbetën të vrarë në një atentat në afërsi të urës së Milotit. I plagosur mbeti dhe Aurel Prendi, 25 vjeç, I cili ndodhet në spitalin ushtarak jashtë rrezikut për jetën.